Vetëm që të shmanget përdorimi i ujit të çeshmës, kështu shërbehet bureku në një burektore në qytetin e Gostivarit, me pirum plastike dhe me pjatë të plastikës. Pronari i kësaj burektoreje thotë se në këtë mënyrë po mundohen të respektojnë rekomandimet edhe nga institucionet përkatëse. Kjo ndodh shkak të këtyre rekomandimeve që janë bërë për ujin. Sa jemi të informuar, kemi një ndalesë për larjen e gotave apo tanirave, sendeve, edhe prandaj kemi vendosur këtë mënyrë me plastik të japim. Mendojmë se mënyra është më e sigurt. Inshallah kemi sukses në drejtim. Qytetarët që anketuam kishin ardhur për të marrë ujë të pishëm të siguruar nga komuna dhe qeveria. Ata shprehen se nga frika nuk e përdorin ujin e qezmës as për të larë duart e as për dush. Gjithsesi, ata konfirmojnë se furnizimi me ujë të pishëm është i mjaftueshëm. S'ka uja më që na bien me shishe. Me shishe na bien, marrim për i lajmë durët se nuk duhet e në durët i lajmë, nuk duhet as... Më kupton? E te i na bien këtu në me kamiona, ne marrim e ne shfrytëzojmë për shpejt. A boni tush me këtë ujit? Jo, për çfarë tushi, as durës nuk guxon me i lajnë sant as tushi, as kur gjonu unë. Nuk mundet. Se këtë ankohen një sant se durët duhet bubohen edhin si me prejshta, me ashtone. Kanë thonë që nuk guxoni, repsisht të ndalome. Po në dhem për këtë rini që do të vinë më marrin do një smundje në gjithë. Po kupena voda, po çeshme ostrananosime, i toaj. Rekomandimet e institucioneve mbeten të prera. Uji i qezmës në Gostivar të mos përdoret as për larje as për pije. Në qytet vazhdon të jetë në fuqi gjendja e jashtëzakonshme, pasi 5 ditë më parë u shpall zyrtarisht epidemia.